كان الزمن العابر وأنا في ريعان العمر قلبي نور دربي زاهر والحب نقي كالفجر والحب نقي كالفجر طفلا كان الزمن العابر وأنا في ريعان العمر قلبي نور دربي زاهر والحب نقي كالفجر والحب نقي كالفجر حبك يا إنسان قديم وبذلك يشهد هابيل حقدك يا إنسان قديم وبذلك يشهد قابيل قلبي نور دربي زاهر والحب نقي كالفجر والحب نقي كالفجر بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص الله ينظر thot në Kur'anin Kerim. Ne të tregojmë ty o Muhammed nga historitë më të bukura dhe origjinale, fjalë të cilat ti kemi zbritur në Kur'anin Kerim. Historia jonë ka ndodhur qysh herët në hapat e para të njerëzimit. Kjo histori e bazuar në Kur'anin Kerim na tregon një ndër ngjarje të rëndësishme, për të cilat na flet Allahu në Kur'anin Kerim. Kjo histori përmban informacion mjaft të dobishëm dhe kuptim plot, që ka dobi për ata njerëz që duan të أخي قابيل يرافقني يؤلمني حقا يؤذيني يضربني حينا يقلقني ينهرني دوما يرميني Ndihmo valla, kam nevojë për ndihmën tënde, Qabil. Qabil. Qabili sikur të mos kishte ndodhur asgjë, vazhdoi udhën e tij duke lënë vëllain e tij në balt, ndërsa Habili i mblodhi forcat e tij dhe me shumë vështirësi u ngjit mbi trung dhe e kaloi atë. Bismillahirrahmanirrahim. Në emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshireplot. Kush e ndjek udhëzimin e Allahut e gjen pranë atë, nuk humbet dhe nuk dëshpërohet. Njeriu i mirë dhe besimtari ndihmon të tjerët, e sidomos kur ka nevojë. Pse o vlla nuk më ndihmove sot? Mendova se ti po bëhe shaka. Ti je trim dhe i fortë e nuk ke nevojë për ndihmën time. Kështu o kështu o vlla. Unë nuk po bëja shaka me ty, por me të vërtet kisha nevojë për ndihmën tënde. Nuk e di pse je zemruar dhe i natosur me mua. Nëse e ke prej martesës ime, dije që kjo nuk ishte përzgjedhja ime, por vendimi i babait. A nuk u pranua kurbanin dhe ne të dy ram dakord për këtë. Kështu që nuk kemi pse të grindemi tani e tutje. Sa herë të kam thënë që mos më jep orientime se çfarë duhet të veproj. Unë nuk të jap ty orientime dhe urdhëra se çfarë duhet të bësh. Kur do herë kam dëshirë që ty të shoh më lart se unë. Detyra e besimtarit është që ta këshilloj vëllain e tij. Nëse ke ndonjë sugjerim ose këshill të dobishme për mua, ma thuaj. Këshillat dhe sugjerimet që kam unë nuk vlen për ty. Ti je njeri i mirë. Falendero Allahun dhe do ta shohësh se sa e bukur do të bëhet jeta jote. Unë falenderoj Allahun për të paktën kënaqur ti me dashurinë e babait, që më tepër të don ty se sa mua. Babai na don të dyve njësoj o Qabil, dhe nuk bën dallime midis nesh. Por se ti sillesh me arrogancë dhe e zemron atë dhe kjo të jep ty të kuptosh se ai më don mua më shumë se ty. Prandaj është detyrë për ne o vllai i dashur, që ti bindemi dhe ti respektojmë ata. Janë sjelljet e tua që më kanë larguar mua nga babai. Ti je shkaktari dhe madje punon për këtë gjë. Ti shtirësh si djalë i mbar para babait. Përkundrazi, unë e dua babain dhe e respektoj sinqerisht, ashtu si të dua dhe ty, se je vëlla im. Unë tashmë e kam vendosur. A do të martohem me atë vajzë ose do të harratisem. Nuk duroj dot më. Dhe kur të kthehet babai, do t'i tregoj për vendimin tim. Mendoj se kjo do të kënaqë dhe ty. Kur të shoh ty të lumtur, edhe unë lumturohem. Mos mendo që si so lloj madhëzire o vllai dash. Ky është vendimi im e nuk të jap llogari ty. A më kuptove? Kaloi mes nata dhe binjakët bizeduan e diskutuan shumë çështje. Qabili këmbgulte që t'i rregullonte marrëdhëniet me vëllain e tij. Vetja qetësonte zemrën dhe zemërimin. Tashmë të gjithë përpjekjet ishin të kotë. Herët Nagin, të sfilitur e të lodhur nga dita e gjatë dhe debati ashpër, ushtrinë për të pushuar dhe qetësuar trupin e tyre.
Habili pa një ëndër. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. O Zot, më ruaj nga sherri i shejtanit të mrekullt. Nga mirësitë e mëdha që Allahu i ka dhënë njeriu, janë mendja e shëndosh e cila e nxit njeriu të bëjë punë të mira dhe të hajër. Adhurimi dhe nënshtrimi ndaj Allahut shton pastërtinë shpirtërore. Zemra, e cila nuk qetësohet dhe nuk gjen prehje tek Allahu, ajo zemër është e ngurtë dhe arrogante. Gjen vend shejtani dhe e komandon atë. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: shejtani ju premton vetëm varfëri dhe ju urdhëron për punë të këqija dhe vepra të liga. Kabili merr një gur dhe niset drejt vëllait të tij. Në sytë e tij duket qartë sherrri dhe urrëtia. Shejtani tashmë e komandon të atë. Si je, o vëlla? Shpresoj që të jesh sa më mirë. Unë mirë jam, por ti bëu gati për dy luftim dhe fituesi do të martohet në atë vajzë. Unë nuk do të luftoj me ty. Nëse ti kërkon të më vrasësh, është më mirë për mua se sa të vras ty. Unë dua të jem viktim e të më ndihmoj Allah. Tani duhet të përballesh me mua. Apo ke frikë? Përgatitu. Mos më bëj moral, sepse u lodha nga fjalët e tua. Nuk do të ngrej dorë kundra teje që të marrësh gjunahun tim, gjunahet e të gjithë njerëzve që vrasin të pafajshmit deri ditën e gjykimit. Ç'të duket vetja ty, që më thua mua kështu? Do të shohësh se unë jam më i fortë se ti. Eja tani ti japim fund kësaj çështje. Mos haro, o vëlla, që derdhja e gjakut të pafajshëm është nga gjunahet e mëdha. Por e ti nuk e kupton se s'dua të mësoj gjë nga ty. Kur luftojnë dy musliman për të vrarë njëri tjetrin, dënohen që të dy në zjarr. Po më gjindos. Dije se fjalët e tua nuk më stepin nga planet e mia. Oh, Allah zgjate jetën time nëse ajo është e hajrit për mua, dhe ma merr shpirtin sa më shpejt nëse vdekja është më e hajrit për mua. O Allah, mëshirën tënde kërkoj. O Allah. Të urri! Të urri! O Allah. ما ذنبي حتى يقتلني لا 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 أنا لم أفعل لأخي شيئا لا 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 أحقاد أخي لن تجعلني لا 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 أكرهه أنا لست شقيا لا 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 Ç'bëra kështu? O Zot, çfarë ndodhi? Sa po më dhëm koka? Po më plas koka?
Bismillahirrahmanirrahim. Çdo njeri do ta shijojë vdekjen. Ne ju sprovojmë me të mira dhe të këqija, e tek ne do të ktheheni të gjithë. Allahu subhanahu wa ta'ala i përgjigjet lutjes së Habilit, robit të tij besimtar, të sinqert, të pastër e falënderues ndaj mirësive të Allahut, i cili preferoi më mirë të vritej sesa të kryente këtë mëkat të madh e të meritonte hidhërimin e Allahut. Jeta e tij ishte mbushur me punë dhe vepra të mira. Bindje ndaj Allahut, ishte respektues dhe i bindur ndaj prindërve të tij, ishte i dashur me të tjerët, i devotshëm dhe punëmir, e adhuronte Allahun dhe i falej atij kudoherë. Allahu i përgjigjej gjithmonë lutjeve të tij, ja lehtësonte çdo çështje, i jepte nga begatitë dhe mirësitë e tij të pafundme, kështu që çdo gjë i dukej e bukur. Ai ishte i vetëdijshëm se bindja ndaj Allahut nuk është sipërfaqësore, por reflektohet në zemër të qiltër dhe niyet të pastër. Ai ishte i dashur me prindërit e tij. Brenga më e madhe për Habilin ishte sjellja e vrasjtë e vëllait të tij. Edhe pse ai tregohej i dashur dhe i butë ndaj tij, frika e devotshmëria e madhe që kishte ndaj Allahut nuk e la atë që të kryente edhe gjën më të vogël të liq kundrejt vëllait të tij. Habil o vlla, çfarë ke? U përgjigj, të lutem, ngrihu, përsa nuk lëviz. Ç'është kjo? Gjak. O Allah, çfarë ndodhi? Bismillahirrahmanirrahim. Egoja e theksuar e Habilit e shtyu të vriste vëllain e tij, dhe ai ishte prej të humbërve. Natyrisht Habili dështoi dhe humbi, si në këtë botë dhe në botën tjetër, sepse vrau vëllain e tij padrejtisht. Kushdo që ndjek hapat e shejtanit ka devijuar dhe nuk e gjen udhën e drejtë deri në ditën e gjykimit, e ai do të ketë një dënim të ashpër. Habili, pasi e vrau vëllain e tij, nuk dinte se çfarë të bënte me të, sepse Habili ishte njeriu i parë që kishte vdekur në sipërfaqen e tokës, ndërkohë që me Habilin nuk gjendej askush që t'i tregonte se si të vepronte me një të vdekur. Në mendje Habili bluante se si t'i dilte përpara prindërve të tij. A kishte ndonjë mënyrë që ai ta shlyente këtë mëkat? Këto dhe shumë pyetje të tjera i vinin ndërmend. Habili i tronditur e tërhiqte trupin e vëllait të tij, pa ditur se ku e çonte. Në një çast, ai ul pranë tij i dëshpëruar dhe i penduar për çfarë kishte bërë. Për herë të parë në zemrën e Habilit ceku ndjeja hidhërimit, dashurisë dhe pendimit, por tashmë ishte shumë vonë, e ajo çka ndodhi nuk kthehej më pas. Allahu e mallkof shejtanin. Sikur mos ta kisha dëgjuar atë. Ditët kalonin dhe Habili nuk e dinte se çfarë të bënte me kufomën e vëllait të tij. Ai tashmë kishte bërë një krim të madh, të cilin nuk e mbulon dita dhe nuk e fshehet dot as nata. Ngjarjen që ndodhi midis Habilit dhe Habilit e përmend Allahu në Kur'anin Kerim. Ajo do të transmetohet brez pas brez, deri në ditën e gjykimit si shembull. Për çdo që i friksohet Allahut dhe i bindet atij, Habili sërish e tërhiqte trupin e vëllait të tij nga një vend për në tjetër. Dhe kudo që shkonte, i duke sikur një zë e thërriste. O vllavrasës, o vllavrasës. Dhe ai zë i tmerrshëm e ndiqte kudo, ndërsa Habili mundohej të largohej dhe t'i shmangej këtij zëri, ati i duke sikur gurët, pemët, lumejt e gjithçka e thërrisnin pa pushim. Tashmë po afrohej koha e kthimit të prindërve në shtëpi, dhe Habili nuk e dinte se si t'i jepte fund një herë mirë kësaj belaje ku ishte futur. Në këtë gjendje dhe mundim të madh, i pafuqishëm për të bërë diçka, i lutet Allahut subhanahu wa taala që t'i jap një shenjë se si të vepronte me trupin e vëllait të tij, që ai të prehej i qetë dhe të jepte fund kësaj historie përpara se prindrit të ktheheshin në shtëpi. Ndërsa qëndronte pranë trupit të vëllait të tij, shikon një korb, i cili në sjepin e tij tërhiqte një korb tjetër që kishte ngordhur. Me të dy këmbët e tij hapi një grop për të futur në të korbin e ngordhur. Një korb që mbulonte me vej një korb të ngordhur. Sa çudi, pasi e mbuloi,
përplasi krahat dhe fluturoi lart në qiell. وغراب أرسله ربي حتى يرشده في دفني يا ويلي يا لوعة قلبي فاخبة شديد الحزن Elhamdulillah. A mos jam I pafuqishëm të veproj si kur. Allahu dërgoi një korb, I cili gërmoi dheun për t'i treguar Kabilit se si ta mbulonte trupin e vëllait të tij. Aherë ai tha: "O I miri unë, a nuk isha I aftë të veproj si ky korb e ta mbuloj trupin e vëllait tim?" Kabili e varrosi vëllain me duart e tij duke I dhënë fund mundimeve, sepse trupi I pastër e I pafajshëm I Habilit nuk e meritonte këtë lloj vuajtje. Ai duhej të prehej I qetë. Vëllezër të dashur, njeriu duhet të jetë gjithmonë I kujdesshëm ndaj veprimeve të pamenduara, të cilat do ta bënin të ndihej fajtor gjithë jetën. Shikoni Kabilin, se si mundohet të ikë dhe të harrojë atë çka veproi, por ajo vepër e shëmtuar dhe pamje e pafajshme e vëllait të tij e ndiqte. Ditët, javët, muajt dhe vitet kalonin, ndërsa Kabili e ndej në përtokë, duke mos ditur se ku të shkonte. Jeta ishte bërë bajate dhe pashije për të, edhe pse Allahu e ka bërë atë të bukur që ne ta shijojmë. Kjo na kujton fjalën e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, I cili ka thënë: "Gëzimi dhe lumturia e birit të Ademit është kënaqje me caktimin e Allahut për të, ndërsa pikëllimi I tij është kur ai hidhërohet me caktimin e Allahut." Porse nuk duhet ta harrojmë veprën e shëmtuar të Kabilit, I cili vrau vëllain e tij pa të drejtë, duke kryer kështu një mëkat të madh, jo vetëm ndaj vëllait të tij, por duke u ngarkuar me gjunahet e të gjithë atyre që derdhin gjakun e pafajshëm dhe vrasin padrejtisht deri në ditën e gjykimit. Sepse ai ishte I pari njeri që I dha rrugë një krimi të tillë, edhe pse në fund ai ndjeu keqardhje dhe vendosi të pendohej. Por pendimi në të tilla raste është që dora si të vritet duke u gjykuar me ligj shariati. Le të përmendim fjalën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ka thënë: "Nuk ka gjak që derdhet padrejtisht e të mos ketë biri I Ademit Kabili një pjesë nga gjunahu I tij, sepse ai është I pari që dha shembullin e krimit dhe derdhjes së gjakut padrejtisht." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Allahu ka sjellë si shembull dy bijtë e Ademit. Merrni dhe ndiqni shembullin e të mirit e largohuni nga shembulli I të ligut prej tyre." Shembulli I mirë ishte Habili, I cili ishte pajisur me moral, dashuri, bindje ndaj Allahut dhe virtytet e larta. Shembulli I keq ishte Kabili, gjakatar dhe I pabindur ndaj urdhrave të Allahut, mos respektues I prindërve të tij, humbës dhe mizori së vërtetës. Bismillah. كان الزمن العابر وأنا في ريعان العمر قلبي نور دربي زاهر والحب نقي كالفجر طفلا كان الزمن العابر وأنا في ريعان العمر قلبي نور دربي زاهر والحب إنسان قديم وبذلك يشهد هابيل خدك يا إنسان قديم وبذلك يشهد قابيل قلبي نور دربي زاهر والحب نقي كالفجر لا لا لا